Rritja e numrit gjyqtarëve, rritja e numrit prokurorëve dhe rritja e numrit të bashkëpunëtorëve profesional që ne do të realizojmë vetingun në sistemin e drejtësisë. Kjo qeveri është qeveria më e korruptuar e Kosovës lirë dhe të pavarur. Para ne do të rikthejmë një parim bazë që ka ekzistuar në Kosovë të paktën formalisht, barazisë para ligjit. Kandidati ynë për kryeministër sot e kryeministri jo nesër, kur të fton prokuroria do të shkojmë në prokurori. Kjo është e para. Mund duket shumë teknike, shumë formale, por është e pabesueshme që kryeministri refuzon me u përgjigj prokurorisë. Tjetra, ne kemi identifikuar problemet kryesore në sistemin e drejtësisë. E para është ngarkesa e numrit i madh i landëve. Vonesa në zgjidhjen e landëve dhe sipas nesh kjo zgjidhet përmes 3 masave: rritja e numrit gjyqtarëve, rritja e numrit prokurorëve dhe rritja e numrit të bashkëpunëtorëve profesional që ne do të quajmë këshilltar të gjyqtarëve siç e bëjnë plot vende evropiane. E dyta, futja e sistemin digitalizimit në drejtësi. Sot jeta shumica e kohës në një seancë gjyqësore shpenzohet duke diktuar gjyqtari proces verbalin. Shihni është pak edhe shëmti kur e sheh. Është shpenzohet shumë kohë, ne mund ta bëjmë atë me inteligjencë artificiale, është shumë e mundur, ne bëjmë plot vende evropiane. E dyta, m'falni. E treta, ne do të realizojmë vetingun në sistemin e drejtësisë. Jemi pro vetingut. Duhet shihet si do ta bëjmë, edhe duhet bëhet në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias edhe përmes ndryshimeve kushtetuese. Katërta, do të formojmë një byro kombëtare të hetimit, e cila nuk synon me kriju një prokurori të re specializuar si synon pushteti. Ju e ndëgjuat tanë që do ta bëjmë një prokurori të re se kjo s'po lufton mirë korrupsionin. Tash kur thot pushteti, po bëjmë prokurorin e re, kimi bën me shuqit prokurorin ekzistuese që të njeh ministrat ekzistues, për me kriju një prokurori që i mbyll lanë të ministrave ekzistues. Kjo është synimi. Edhe tek kryeprokurori, besoj kemi pas rast me diskutu, po bëhet e njëjta logjik. Do të bëhen me shuni prokurori edhe marruni prokurori të re që i mbyll lanë të ministrave, sepse kjo qeveri është qeveria më e korruptuar e Kosovës lirë dhe të pavarur, edhe sipas raporteve Departamentit Amerikan të Shtetit. Që ne mendojmë që këto janë gjëra që duhet bëhen për fillim, sepse po i shoh sekondat, atëherë për pjesën tjetër un kam programi jon i drejtësisë është gjithsej në 12. Faleminderit. Koha, faleminderit.